Në natën e vitit ri në veçanti, për familjen është e rëndësishme edhe veshja të vegjëlve të tyre. E për këtë arsye, prindrit kanë rendur për të shtuar diçka të re garderobës së vogëlushve. Do t'i veshim bukur, pavarësisht do dalim ose jo. Unë përpiqem t'i vesh njësoj, se veshjem për vete i vesh dhe fëmijët. Do të çfarë të marr për vete në mod, edhe për fëmijët në mod. Në festën e ndrimit të viteve, e kuqja është ngjyra mbizotruese, por këtë vit tendencat e veshjeve për fëmijë janë me figurën e borbardhës ose të drerëve të babagjyshit të vitit të ri. Tek gocat na ka ardhur tema e borbardhës, në fakt, dhe kemi kombinimin e ngjyrave që është e kuqa me blun, që një ndër to për shembull një kombinim i bukur është dhe ky, të kuqen me grin, është prapë gjithashtu një kombinim shumë i bukur. Kemi kombinimin të një këmishë të bardhë me një diçka të kuqe të kombinuar sidoqoftë në ndonjë pantallon jeans. Është kjo bluza e bardhë me blu, domethënë që është në stilin edhe pak më të rriturit, domethënë mund ta veshin. Për të gjithë ata që e kanë lënë mbledhjen e dhuratës për ditët e fundit, galeria ofron këtë fundvit shumëllojshmëri ofertash për markat më të njohura në botën e modës.